Duke mbrojtur natyrën, mbrojmë veten dhe fushata fundjavë gjenerale. Duhet të jetë gjatë gjithë vitit, tha kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani në fillim të fushatës traditore nacionale për pastrimin e mbeturinave, pastrim gjeneral për fundjavë, të cilës tashmë 3 vite i bashkangjitet edhe qyteti i Gostivarit. Duke vënë në dukje se duhet ta mbrojmë natyrën, Limani falenderoi edhe institucionet e tjera lokale dhe shoqatat që edhe si vjet janë bërë pjesë e këtij aksioni ekologjik. Është një aksion i mirë pritur dhe në të njëjtën kohë një mesazh deri tek gjithë qytetarët tanë që të kujdesemi sa më tepër për ambientin tonë me qëllim që ta bëjmë Gostivarin vend më të pastër dhe më të mirë për të jetuar. Në këtë aksion marrin pjesë edhe 2 ndërmarrjet e komunës së Gostivarit. Jemi të kënaqur me punën e tyre, mirëpo prapë do të apeloj që edhe qytetarët të na ndihmojnë që të ballafaqohemi më mirë edhe me menaxhimin me mbeturinat, por edhe me pastërtinë publike në qytetin tonë. Iniciativa duhet të jetë simbol dhe mesazhi i asaj se si vetodia për përgjegjësim personale dhe bashkëpunimi i mirë japin rezultate të dukshme, tha më tej kryetari Limani dhe shtoi se për të pasur një qytet të pastër, kujdesi duhet të jetë i të gjithëve. Gostivari është i pastër aq sa ne kujdesemi për atë. Unë mendoj se vetdia duhet të ngritet tek qytetarët tanë me qëllim që niveli pastërtisë të rritet edhe më tepër. Ekoaksioni pastrim gjeneral për fundjavë organizohet nga shoqata Njeriu dhe Mali në bashkëpunim me komunën e Gostivarit, ndërsa pjesë e tij si vjet u bën edhe Kryqi i Kuq, shkollat e qytetit, kompania e VN dhe shoqata Pozitiva B2. Aksioni filloi nga objekti i komunës, ndërsa kishte për qëllim ngritjen e vetëdijes publike për nevojën e grëmbullimit dhe riciklimit të mbeturinave.